Mungesa e krijimit të institucioneve të nivelit qendror normal që bën e pamundson zhvillimin e shpejt, I cili ishte tash me kon në zhvillim e sipër për stadione, për hapësina të ndryshme, për arena etj. Për lojrat mesdhetare, pra çdo vonesë krijon probleme në vitin 2030, sepse ne faktikisht sot në vitin 2025 ishte dashur që vetëm ta kemi një logjistik, një transparencë, një ashtu masterplan të qartë rreth menaxhimit të lojrave mesdhetare të vitit 2030, e ja që për mungesë, po them, të krijimit të institucioneve kemi një ashtu humbje kohe, e cila padyshim që shkakton dëm. Lojrat mesdhetare nuk janë thjesht ngjarje sportive, po mendoj që janë më shumë se kaq, janë projekt shtetëror. Po mendoj ndoshta ndergimi I ligjit për lojrat mesdhetare në gjykatën kushtetuese, mendoj që në vitin 2024 mendoj që e ka ndal pak atë ritmin e punëve të cilat Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport I ka parapo pikërisht, I ka buxhetu dhe I ka në planin e veprimit dhe planin e punës për këtë vit, vitin 2025 dhe viteve 2026 dhe viteve kështu me radhë. Mendoj që dhe shpresoj që institucionet të sa më shpejt të përfundoj kjo çështja e formimit të qeverisë dhe të vazhdohet tutje, dhe gjithashtu shpresoj që gjykata kushtetuese sa më shpejt të ketë prioritet përgjigjen ndaj ligjit për lojra mesdhetare. Ne po të kishim institucione dhe edhe ashtu po të mos shkonte ky ligj në kushtetuese, do të ishim vonë sa I përket organizimit dhe çdo ditë që kalon në disfavor tonin. Mirë po ky ngërç që ka kapluar konstituimin e kuvendit dhe rrjedhimisht edhe qeverinë e Republikës së Kosovës, vetëm sa I bën dëm organizimit të këtyre lojrave. Po të kishim infrastrukturën e gatshme, siç e kanë edhe shtete tjera, do të ishim krejt në rregull, sepse do të mund të organizonim ndoshta edhe për 2 vite. Mirë po siç e dini, lojrat mesdhetare mbahen në 2030 dhe ne infrastrukturën do ta kemi të gatshme në vitin 2029. Ne kemi shkruar letër gjykatës kushtetuese që për shkak të presionit që kemi nga Komiteti Ndërkombëtar I lojrave mesdhetare dhe kohës së shkurtër të organizimit të kësaj ngjarje, kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese që të paktën të jep një përgjigje sa më parë dhe ta trajtoj këtë çështje me prioritet për shkak të interesit shtetëror. Ne veç kemi marrë një përgjigje nga gjykata kushtetuese dhe ata thonë se rasti I lojrave mesdhetare, por edhe gjitha atyre ligjeve tjera të cilat kanë shkuar si pako, janë ende në fazën shqyrtuese dhe në një afat sa më të arsyeshëm ata do të japin një përgjigje qoftë ai negative apo pozitive.